Jemi rikthyer Top Albania Radio me Ardit Çunin duke diskutuar për ndërkohë që dëgjojmë muzikë. Tamam, po kemi për diskutuar edhe këtu në program, se ca gjëra do t'i themi pa diskutim. Një nga elementet që duam ta prekim për Londrën është fama e madhe që ka për sa i përket jetës së natës. Jeta e natës është fantastike. Disa nga madje ja 2 klabe kështu ikonike që ka patur janë mbyllur. Deficit ata. Janë mbyllur se ka patur shumë sherrë duke sa kujtohem. Ka qenë pak më përpara se kriminaliteti thua. Se un kam shkuar në Londër 2021-2, kështu që pra jam fairly new Katerina je londinez i ri. Po jetën natës e ka fantastike. Domethënë që nga eksperienca restoranteve, që nga klubet, ka teatro pafund. Domethënë un pash Moulin Rouge-in në Londër dhe po të shofësh Moulin Rouge-in, të shofësh kanë Devil Wears Prada, kanë Harry Potterin, kanë si e ka jo. Po si lidhen këto me Nightlife-in? Pra, kjo është gjithë eksperjenca që ti bën darkave, se dark nuk je nuk po flet vetëm për pubet apo për jo, po pyesja specifikisht sepse është shumë famoze. Okej, është famoze, di çfarë është famoze? Se ti ke vizituar Ardit edhe si këngëtar, po edhe ke vizituar klube në gjithë Evropën. Do na tregojnë çfarë bën kaq. Gjëja që më pëlqen është që ti e shef gjithë rinin dhe jo vetëm rinin, që praktikisht pubet londineze që shërbejnë birra etj, nuk janë të mbushura brenda, domethënë nuk janë të mbushura brenda, nuk kanë vende, janë shumë të vogla dhe jashtë çdo pubi londinez ti ke minimalisht 200 veta që ka një gotë në dorë. Se është e vërtetë në për filma e kam parë, është e vërtetë si është jo e vërtetë, po ti e shef atë çdo të prendush çdo çdo. Praktikisht shefi bëhet edhe jashtë lokalit. Pra lokali shërben vetëm jashtë lokalit bëhet shefi. Pra shefi vetëm për të bler alkoolin. Thjesht hyn brenda, blen dhe del për jashtë. Aty ndodh networking, aty ndodh gjujtja, aty ndodh çdo gjë domethënë. Dhe është fantastike sepse ka një lloj shumë vibrante si gjë. Ka një energji që un kur dola për shkakun nga Moulin Rouge, ngjitur kisha këto pubet dhe isha kështu dhe nuk e kisha vënë re se nga që un s'para i frekuentoj këto pubet. Un jam natyrë pak më ndryshe. Edhe kur e pasha kështu nice, domethënë një energji rinore që gumzhinin. Ne kam dëgjuar që one night standet janë shumë normale në Londër. Në Londër, pse në Tiranë jo në fakt, Arditi na tregon kështu që ku në Tiranë? Jo, Tiranë se diun sa di ti, po për Londrën po flasim. Po kur di Tiranën do di Londrën. Mirë, rinia me aq sa që e ke njohur ti. Mua më rastis të shkoj shoqëruar zakonisht në Londër. Po ne shpytëm a bën ti Ardi. A the do flas për eksperiencën time? Tani u çfarë them unë? Ishte Arola në Londër. Si është ajo? S'ka qenë se s'ka vulën pasaport. S'ka vizën. Tani ti je qytetar i botës. Ke vizituar Londrën, ke vizituar New Yorkun, ke vizituar Azin, ke qenë shpesh dhe kur ajo pyet për one night stand dhe ka më shumë edhe për seksualitetin që kanë këto vendet e zhvilluara me fokus one night standin pse nuk e dija unë është seksualitet. Ja, po e zbusja pak pyetjen. Po e zbusja pak për të mos të dukur ty sikur po flasim. Thashë çfarë do të po ta shpjegoja pra që nuk është edhe aq tabu pyetja. Jo, pyetja s'është tabu as më. Jo, po të di gjithë bota sikur po them ne. Në vërtetë është në Londër ka në fakt po. Jo, ke të drejtë. Mbajmë një ka ndodhur një sken, ke shumë të drejtë. Ka ndodhur një sken që kemi qenë me një dy shok të mi që rrinë në Londër, shipet e Londrës dhe kanë lavazho këta çunat. Kujdes me këto shipet e Londrës. Mund të kenë ndoshta ndërtim. Nuk e se zakonisht kanë lavazho ose merren me rekonstruksion rekonstruksion, po. Dhe e kuptuam. Kur dolëm nga restoranti, kisha mundësim që ti ke, se mund vi policia thotë na thoj emrat, e kupton, a mundësim ti mendon se ka mund nga ato. Se zbut fare jepi. Dhe normalisht dolëm nga restoranti dhe ishin ca goca probably londineze që po prisnin aty jashtë dhe nga jeni ju tha po ishin të pira. Thamë ne shqiptar. Ajo tha, unë vdes për shqiptarët. E shefti i dashurim tha ka qenë shqiptar. Ishi dashurim ka qenë shqiptar. Po se ndave? Ju jeni shumë të mirë. Tha, ne ishim tani 3 çuna. Ato ishin 3-4 goca. Edhe ja bën keni Lamborghini ju? Aty çaluat ju. Aty çalove pak ti. Aty çaluat. I thash, me çka keni ardhur sot? Ai më thot un kam një tren. Jo, edhe ishim kështu. Me thënë drejtën kemi ardhur me Uber, se maksimumi po do të çojmë në shtëpi me Uber. Aty ikën ato. Dhe ikën apo më? Tani ne nuk tham që do t'rregojmë deri në fund historinë. Po ikën. I pëlqeu dhe Uberi, kjo është ideja. Ishte komod kur është ftohtë, sidomos. Ose di kush e rezervoi po nejse. Gjithsesi Ardit, sikurse Arioni tha, ti je një qytetar i botës dhe pse je ti një qytetar i botës? Do na thuash tani në këtë moment folur që pse ke ikën nga Shqipëria.
Po jo, më nuk kam, unë shikoj, unë s'kam ikë nga Shqipëria. Pak sirsh jeta jote. Ishte shumë interesante sepse kur mora green cardin në Amerikë para 2 vitesh e gjysmë ishte bërë një lajm nëpër portale që ardhi çuni lë Shqipërinë. Në fakt unë s'kam lënë asnjëherë Shqipërinë. Unë sigurisht bëj ato detyrimet e mia si qytetar amerikan gjithashtu, po unë në Shqipëri kam shtëpinë, në Shqipëri kam karrierën, unë në Shqipëri jam pothuajse më shumë se 6 muaj të vitit paktën. Kështu që unë e njoh shumë mirë jetën këtu. Pse jam atje? Ore, po Macen kush ta mban atje në New York? Ku ti që ka Mace? Burimet tona tregojnë që parimisht kam një Mace edhe në Londër, me drejtë. Se është ideja, në trurin tim artistët në përgjithësi kanë një kafshë dhe kur ikin kanë dikë që i thonë jepi kafshës për të ngrënë. Duke të njohur pak thash Mace do ishte. Po, kam Lezhë kam qenë, këtu kam qenë, aty kam Mace, atje kam Mace, kështu i kam nga një kështu për pet, po. Kujdes. Rikthehemi te pyetja e Arielës. Po rikthehemi te pyetja. Unë nuk e kam lënë asnjëherë Shqipërinë, për arsye pse unë udhtoj është sepse unë karikoj baterit vazhdimisht. Unë nëse nuk dal të paktën një herë në muaj nga Shqipëria, ka një gjë këtu që me vërtet ka njerëz shumë të mirë, sigurisht gjërat po më shkojnë fantastike, domethënë mos ta marr veten mësysh, po ka një lloj energjie në ajër që shpesh herë është mbytse. Është mbytse që konsumohesh, është mentaliteti, është gjykimi, është, domethënë, jemi pak natyrë që nuk është se ta falim suksesin, më kupton? Dhe duke qenë se nuk ta falim suksesin, ne shpesh herë ndjem atë turistnin që gjërat po shkojnë mirë, pastaj ti bën një sukses edhe ndërkohë dëgjon një koment, aman sikur ç'a bëre ti, e kupton? Po ndërkohë, në fakt, për njerëzit që shohin nga jashtë vendit tonë, isha në një stadium me 200.000 veta, edhe këndova unë me flamurin ton dhe përfaqësova dhe ju, po ju pse më shani? Eksakt, është kjo gjëja. Po ne kemi këtë si natyrë, kështu nuk e ndryshojmë dot. Dhe për këtë arsye udhtoj vazhdimisht. Udhtoj sepse e kam shumë qejf e para punës të njoh kultura të reja. Kjo është për mua shumë e rëndësishme. Unë bëj shumë network në vende të ndryshme, po edhe dua të njoh kulturat dhe jam një njerëz që kam qejf të shoh antikitetin, kam qejf të shoh modernën, dua të shoh këtë. Nuk jam nga ato natyrat që rri muzeve. I vizitoj ndonjëherë edhe muzeu, thua ti. I vizitoj për që na kulturato. Për mos të qenë ignorant nga një radhë. Kush është vendi dhe destinacioni më i bukur që ke vizituar ndonjëherë? Shikoj, unë ndaj ose më i veçantë, si duash. Më i veçanti është Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, që është po prapë në Mbretërinë e Bashkuar. Për mua është vendi më i bukur në botë. Dhe unë kur kam zbritur në aeroport dhe kam mbritur në qytet me autobus, praktikisht më kanë dalë lot. Nuk e di për çfarë arsye më kanë dalë lot, po unë isha kështu dhe kam marr shoqërinë telefon dhe isha kështu gjithë i futa në grup dhe i thash, kjo është gjëja më e bukur. Po na bëj një përshkrim, sepse kishte arkitekturë, është fiks e ngecur në kohë. Pra ka mbet në kohë si Kuba, ëh, në logjikën e vet Kuba vitet 40. Unë kam pakudën, po besoj. Po jo, është shumë mbretërore, është shumë, pra, nëse ti ke parë Harry Potterin, është praktikisht ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Përveç të tjerash, nuk ke asnjë ndërtesë të re, asnjë gjë, dhe çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymë dhe ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave. Po nuk e di sa e bukur është. Ama prap nuk e ndroj me Londrën, sigurisht. Po vendi më zgënjyes që ke thënë kot që erdha. Maldivet një shoqja ime, po ta jap si shembull. Një shoqja ime kthehet nga Maldive dhe më thotë që jam më shëmtuar që ka përjetuar, po kishte zgjedh ishullin e gabuar. Ishte pikërisht kjo logjika e Maldiveve të famshme, që përpara kishte shkuar këto paketa të 1000 euro 18 ditë. Nuk e di, këto paketat kishte shkuar dhe tha, përballë ishullit tha ku kisha dhomën, ishte shumë bukur, po mjafton të ktheheshe djatha, kishte mbeturina, kishte praktikisht ishte një, ishte një gjë që nuk pasqyrohet. Po kjo është eksperjenca e saj, ti mund të kesh një eksperiencë tjetër për shkak. Jo, jam zhgënjur, sepse zhgënjur është fjalë shumë e madhe. Kur kam shkuar në Dubai, nuk jam lidhur dot me energjinë e Dubai dhe kjo më çudit pak. Më zhdukur një gjë fake e ndërtuar posaçërisht për si kënd lojrash për të pasur. Është ndërtuar për të shitur ashtu, edhe nga ana tjetër ti nuk kupton kush është ai që ka lek dhe kush është ai që s'ka lek në të vërtetë. Çdo njeri aty mund të. Shiko, kjo po ndodh në gjithë botën, ëh. Jo. Një çantë Hermes sot gjen legal. Ti ke makina me qirame $100. Po flasim, shiko, nëse ti blen një Hermes, arsyeja pse dikush blen Hermes është për të mbajtur standardin. Po sot po e blen standardin dhe ky që di standardin ai kupton 2 kilometër larg është fake apo s'është fake. Kështu që nëse ti do mi mbush mendjen sa njerëz që s'e kanë iden nga moda shkobli aty. Nëse, hajt, po lë këtë biznes. Është gjatë shumë. Jo, po thoya në Dubai nuk e kupton. Në vende të tjera ti e kupton, sepse në ca vende, për shembull në Londër, Annabelle, që është një ndër klubet
social clubet, është jo ndër, po është klubi më i vështirë me sa kam unë info për të hyrë në gjithë botën. Ti duhet aty të kalosh, më duket lista e aprovimeve është një 200-400 njerëz që duhet të ta aprovojnë. E përveç të tjerësh nuk ka rëndësi sa lekë ke. Aty madje një histori të brendshme që unë di nga njerëz aty është që shkonte një nga këto të Dubait apo të Katarit dhe shpenzonte çdo javë nga $400-500,000 vetëm që të dukej se të askujt nuk interesonte, sepse praktikisht aty shkojnë të gjithë royals, aty shkon Elon Musk, aty shkojnë të gjithë dhe aty praktikisht nuk është se vjen njeri për të dukur se shpenzoi lek. Ama një çun Londra besoj e ke njohur që hyn aty. Kam njohur çuna shumë të mirë Londre, nëse do ta dish, që bashkëpunojnë me njerëz që shkojnë aty, kështu që un jam shumë krenar për shumë shqiptar realisht. Për sukseset e madje tyre. e bëj këtë debat shpesh se kam shumë miq në Londër, të huaj, jo vetëm shqiptar, që nuk e di pse mediat britanike na portretizojnë shpesh sikur ne jemi problemi i Londrës apo i Anglisë. Fare, te bloku tjetër, Jo, e di, po. E pra, po tani mos bëjmë Po janë çuna shumë të mirë. Jo, një sekond. Atë po themi dhe ne. Jo, se duhet ta sqaroj këtë gjë, një sekond. Nuk është ashtu siç nuk është ashtu siç duket. Pse? Sepse e para punës ne jemi kaq minoritet në Angli, saqë ti po të shohësh pakistanezët, bangladeshët, indianët apo të tjerë, krimet janë të jashtëzakonshme. Shqipëria është në fundin e listës. Pse preferojnë të merren me shqiptarët është sepse politikat janë shumë më të forta të këtyre shteteve të tjera, se normalisht nuk do kapen as me indin, as me shumë të tjerë që sjellin miliona dhe kapen me shqiptarët. Por ama un kam njohur shqiptar të jashtëzakonshëm në Angli. Shqiptarë që kanë ndërtuar miliona pound me djers. Dhe kjo është këtë Dhe i përshëndesim se di që diskutojmë shpesh. Jemi të mirë, jemi të mirë. A ka të mirë edhe në Shqipëri, a ka njerëz që bëjnë në Shqipëri? Tani fillon emisioni. Tani fillon loja. Ju lidheni me ne në orën 18 deri në orën 20 që ndrojmë së bashku të dashurmiq dhe kemi zemrën e programit të gjithmonë të dedikuar një të ftuar i cili zgjedh të shkojë diku me këtë program dhe kemi shkuar me Ardit Çunin, kemi shkuar dhe po vazhdojmë të qëndrojmë në Londër. Është emisioni me më shumë debate. Po ju po të lini mua 6 deri në 8, di vetëm do zihen. Po dhe neve nuk ta lëm mangut. Hajde futemi Big Brother gjithë. Ari e futur ti po kam qenë unë. Prandaj tash e futemi të gjithë. Dgjoj, vazhdoni vetë ju po ashtu. Ja. Se edhe ti vajzat debatit nuk është se janë nga ato vajza që të rishën. E lam tek Londra dhe tek imazhi që fatkeqësisht shteti anglez transmeton për shqiptarët që jetojnë në Londër. Unë kam diskutuar disa herë këtu te Shqipëria Live me Ariana Rusin. Që e përshëndesim se na ndjek çdo të diel dhe është e vërtetë dhe shumë kemi avokat, kemi arkitekt, kemi çuna dhe vajza. Ne kemi ta ora Dua Lipën që na nderojnë. Patjetër, po flas për atë që mund të cilësohet si ai ka një shoqërie, sepse këta janë elita, le të themi 2-3 individ, po në ana tjetër ti ke njerëz, vajza djem të cilët kanë mbaruar shkollën e lartë dhe janë pjesë e bankave, pjesë e institucioneve, pra që Londrën po e ndërtojnë edhe ata së bashku me londinezët. Më qenë se u ndalet tek shkollat. Një gjë tjetër shumë e bukur që nuk është e Londrës, është e Anglisë, janë universitetet. Po edhe në Londër, sigurisht King's College që jeton në Amerikë dhe në Shqipëri dhe mbron Londrën me kaq, domethënë sa taguar. Që ta di. Ta pyesim ambasadën se nuk e kemi mirë për momentin. Jo, po shkolla jo, po. Shiko. Un kam vizituar dhe Oxford dhe Cambridge. Po kur kam shkuar në Oxford, për zotin e di si thash, sikur kisha pas lek, sikur prindërit e mi kishin pas lek, shumë studioja këtu. Është bukur sa ti thu ta bëj dhe shkollë, me thënë drejtën. Jam që jam. Dhe shkollimin e ka shumë të mirë. Prandaj i gjithë Dubai, Arabia Saudite, indianët të gjithë shkojnë shkollojnë në Londër. Tani mos bëjmë sikur nuk e dim këtë gjë, se Londra dhe Amerika kanë dy nga universitetet më të mira në botë. Kështu që do thoni ju përse që kërka kaq e vështirë. Amerika është ndikuar totalisht nga është 60.000 pound viti. Patjetër. 60.000 pound viti. Shkon 110 në fakt, po nëse ti je shtetas me letra e ke shumë lirë. Dhe disa nga këto kam përshtypjen, nëse nuk gabojm, Oxford ose Cambridge e kanë IQ test. Bravo, totali thot shkon deri në 120.000 pound reale viti. Pa, shumë i saktë. Dhe pastaj për mbi të gjitha, më duket që pranimi nuk është me nota, por është me IQ test. Por këtë nuk e kam 100% sigurt. Pa që bukur, inteligjent duhet të jesh. Nëse je inteligjent, shkon. Po lekët ku do gjesh, çep shteti kredi dhe të mban aty.
Kështu që kjo është një ndër gjërat e tjera të Londrës që unë kam shumë qejf. Dhe do ta pranojmë që është shumë e vështirë për të çarë në tregun dhe në industrinë e muzikës. Është shumë e vështirë dhe do thoja Por që është edhe industria ose le të themi që prodhon më shumë dhe pra lidhemi me shkollat. Të gjithë nga gocat tona, përveç Duas që nuk jam i sigurt, por Rita të paktën dhe shumë nga gocat e tjera, kanë studiuar në një nga shkollat më të mira të muzikës në Londër. Dhe pikërisht madje këtë herë kur isha në Londër pyeta dikush studion i thash, "Ore ça pini ju, ça hani aty?" Domethënë Ray, Rita Ora, ku diun, Sam Smith, Ed Sheeran, Adele, gjithë këto kanë bërë pikërisht këto shkollat. Nuk e kuptoj se çfarë ndodh në atë shkollë, por sa duket. Është fuqia e numrit, ë. Pra janë aq shumë sa është e pamundur mos të dalë 1-2 individ në vit. Mendoj që kualiteti është i lartë dhe networku, mënyra se si funksionojnë, pra ku të çojnë për të promovuar, është njësoj për shkak ajo që lunte Moulin Rouge këtë herë që këndonte, po më tregonte një mikja ime që vinë këtu me shumë pak pagesë sepse promovohen dhe mund të marrin deals shumë të mira. Po ndërkohë ajo ishte super artiste. Kështu që ne kemi shumë shqiptar. Dua Lipa vitin e fundit i ka shtuar shtetit britanik me turin e saj me gjithë gjërat, nuk e di se sa miliona pound. Pra, duhet jemi krenar. Unë kam një shoqja ime për shembull është një top, domethënë është 10 vite Berberia number 1 në Londër. Okej, vaj shqiptare. Po patjetër. Oh, wow. Domethënë është janë njerëz për cilët unë bëhem krenar. Kur unë e kam takuar Elsen për shembull në fillim, kam thënë okej, si nuk e dija dhe prandaj mendoj që edhe media jon duhet i japi pak më shumë johon. Patjetër, duhet i japi më shumë johon. Mund të promovoj figurat tona në Angli edhe më shumë. Sepse na nderojnë çdo ditë, ose për shembull kur kaloj rrugëve, më ka ndodhur kur shkova herën e parë mbas Bigut, më ndalin në rrugë më thonin, "Do vish tash një gjë te restoranti im?" Ose qoftë për shembull edhe në një nga sheshet kanë biznese. Në një nga sheshet e Londrës, në Trafalgar Square, është një burr që shet akullore, nga këto akullore tipike. Dhe ishte shqiptar, dhe disi e njofta sepse kishte Ivi edhe Amita. Shiste Ivi dhe Amita. Okej, pas e përsërit se quhet reklam. S'ka problem. Jemi rritur. Okej. Shiste pije shqiptare. Dhe bën takullore shqiptare dhe shkova aty dhe më foli shqip, domethënë pra, ka njerëz që punojnë çdo ditë, ne duhet realisht, unë mendoj që duhet jemi krenar si për komunitetin që kemi në Londër, si për komunitetin që kemi në Angli në tërësi, po edhe për komunitetin që kemi në Amerikë. Komuniteti që kemi në Amerikë për shembull është një ndër komunitetet më serioze që mendoj ka Shqipëria në diasporë. Dhe unë jam shumë krenar kur i shoh që shkoj për shembull tek brandet e rëndësishme të rrobave dhe më thonë që menaxherja përgjithshme është shqiptare. Kjo goca që shet është shqiptare, kjo është shqiptare, domethënë në restorant menaxherja shqiptare. Pra, po edhe pronari është shqiptar, po. E kupton? Pra, në të gjitha kategoritë gjen diaspora shqiptar. Shqiptare ka kapsuar një rritje në kuptimin financiar të jashtëzakonshme. Por ti heq kapelen me për punën e mirë edhe shqiptarëve të Kosovës, sepse dhe ata po diaspora jona quhet ajo. Unë i përfshi gjitha në një, unë nuk bëj kurrë. Na pëlqen në një gjë i quajmë shqiptari dhe ata. Kur s'na pëlqen jo ne po flas. Diaspora është e jona në kuptimin gjithë shqiptar jemi në funditës, kështu që unë i kam të gjithë brenda Shqipërisë edhe e di shumë mirë edhe ato vet kanë shumë qejf që të jenë pjesë e Shqipërisë edhe madje shqiptarisë, le ta quajmë kështu. Si fluturoi ky një orë. Ja kështu si e bën. Se mbaron me vërtet? Po, një orë në dispozicion. Next destination Ardit. Për ta mbyllur. Përveç Japonisë. Domethënë destinacione. E gjia. S'ka i ftuar që s'do të shkojnë në Japoni, është next Sardenja është next. Okej, që do jenë pushimet verore? Po, besoj do i ca ditë. Ku kam tjetër? Një sekond. Costa Rica. Costa Rica është. Po në New York ku do ikë 3 herë derisa të marrim këtë. Po duhet na vish mbas Costa Ricës ta trajtojmë dhe atë këtu në program. Costa Rica dhe Bahamas. Dhe me syrin që do flasësh këtu. Por mund të jetë edhe Bahamas, Jamaica, kështu që varet. Di çfarë mund të bëjmë kur ti jesh atje, do bëjmë një lidhje live që na tregosh në gjë të çuditshme. Unë isha edhe në Puerto Rico, kështu ishte shumë nice. Kjo na humbi, po ti pse nuk zgjedh Puerto Rico si destinacion për shkove në Londër? 3 ditë shkova, sikur e njohun shumë Puerto Rico. Po kemi pas njerëz kanë kaluar me avion sipër dhe kanë zgjedhur si destinacion. Po ç'a bëm shumë Ardit. Ardit ishte vërtet kënaqësi. Puerto Rico. Vërtet shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Vërtet u kënaqëm shumë, do kishim dashur edhe një orë tjetër në dispozicion ta kalonim së bashku, shumë do kishim ende për të thënë, por mund të ketë episode të dyta nëse do të kesh dëshirë të rikthehesh. Për sherrin e radhës me Ardit Çunin na ndiqni në verë. Në Trip Top. Do ta them pas intervistës se kam unë një sigël të tillë tash e bukur. Kështu që Ardit faleminderit shumë, të urojm shumë suksese në të gjitha udhëtimet e tua, po me të gjitha projektet e tua. Thank you shumë. Ju mos u shkëpusni nga ne edhe pak minuta, rreth gjysmë ore do të vazhdojmë të jemi së bashku.